Prej më shumë se një muaj në shkollën Gjergj Fishta në Bishtazhin, procesi mësimor po zhvillohet nën kushte të vështira për shkak të mungesës së ujit dhe ndërprerjeve të vazhdueshme të energjisë elektrike. Sipas drejtorit të shkollës, Pal Çuni, edhe pse furnizimi me ujë nuk është ndërprer plotësisht gjatë gjithë kohës, shtypja është shumë e ulët dhe kjo po vështirëson dukshëm kryerjen e punëve të domosdoshme të higjienës, si dhe sigurimin e ujit të pijshëm për nxënësit. Ujit dikon afërsisht mbi një muaj ka që është ndalë, nuk është ndalë komplet, po është ndalë shtypje dhe ka një shtypje tepër të vogël. Me këta pokur problem kemi për me i kry punë që duhet të pastenimit të higjienës, po është edhe të ujit me pi është fjallat të nxënësve, për shkak që nëse një kro hapet, për shkak shtypjes vogël tjetër nuk funksionon. Edhe tash në këtë kohë e dim që për rreth kanë tjerat, nuk është problemi i përgjithshëm kjo. Është vetëm problem tek shkolla. Ai thotë se problemi është raportuar disa herë, por deri tani nuk është marrë asnjë masë konkrete për zgjidhjen e tij. Ne e dim që uji është gjëja elementare për njeriu, edhe këtë problem e kemi tash që një muaj, edhe përkundër lajmërimit në hidrosistem këto njoftimit me kohë rreth këtij problemi, deri tani nuk ka asnjë gjë konkrete rreth riparimit kësaj çështje. Përveç mungesës së ujit, shkolla po përballet edhe me reduktime të shpeshta të energjisë elektrike. Problemi kemi të vazhdueshme edhe me rrymë, edhe gjëja që këto ka diçka rregullime, riparim të rrjetit apo sanim të rrjetit, mirë po janë shqetësuese mjaft. Sidomos kur filloi mësinë e dimrit, ndalet rryma nga ora 9 deri në 5 mbrëmje, është bukur shqetësuese. Sepse këto kemi të bëjmë edhe me nxemje, edhe pak ka filluar të ftofet koha, edhe dihet që pa rrymë s'kemi si ja bëjmë edhe me nxemje, është problemi kryesor tek nxënësit. Drejtoria e shkollës kërkon reagim të menjëhershëm nga institucionet përgjegjëse, në mënyrë që problemet me ujin dhe energjinë elektrike të zgjidhen sa më shpejt dhe procesi mësimor të vazhdojë në kushte normale për nxënësit.